Dje solemnisht u bë hapja e qendrës funerale të Malësisë në fshatin e Vuksanlekajve. Funerali ky, i cili filloi të punohet tashmë një vit. Përkundër përpjekjeve të shumta për të ndaluar atë, ku madje çoi edhe deri tek protesta dhe ndërprerje të punës, ai sot është në shërbim të gjithë malësorëve për kryerjen e ceremonialeve mortore pa dadhim feje. Ky funeral gjendet në tokën e vëllazërisë të Vuksanlekajve, të cilët dhanë në shërbim të Malësisë. Në emër të tyre, si shtëpiak para të pranishëve, të cilët morën pjesë në këtë hapje solemne, foli për rëndësinë e kësaj shtëpie mortore Zek Magu Camaj, i cili tregoi ndër të tjera edhe vështirësitë të cilat janë hasur për shkak të dokumentacioneve. E kem pruj menim edhe kem pas shumë fjalë, kem pasur se e kom tije jo kështu e jo ashtu e jo për ka duhen e jo çka duhen e Vuksanlekaj duhen me na tralltua se në tjetër. Kom pa marrë grup vogël, Po kom thënë, a doni me ardhë ju me mua, me mni mua. E mos e merrni me ardhë dhe me mbua, por me ardhë dhe me mni mua, se ky funeralja i Malësisë që s'ka lezë sot që mundem të thajtë të kruri Malësisë. Pa kur fardalimit, fetare, asi do që tjetë, na në Malësinë që e tje vetin shqiptar, malësuar, autokton. Ky është sikur emi që tash 25 vjetë luftoj për ta. Janë të kërënës kur e kemë vunë, janë 25 vjetë për me njësë këtë funeral. Edhe besa veç katunina për vetin, se jo për zote për Malësisë, kemë pa asë një gojnë, qa po di vetë, kemë marë, katuni Vuksanlekaj kemë bjesedo, duhem për Malësi, e po për zote. Që është ta djallin aty, mas të jetë, ruaj e zotë, pikë sokolit, lek i vezaj. Janë 6 vjetë e moj, kanë thënë lek, a ban ti me në zirën, prej kompjutere, për këtyrë me në zirën ti do slikat funerali, se e duhem për Malësi. E duhem i funeral me godit. Po, je ka që konstim që mi ka për unë, pa me fillu. Atër kanë thënë lek, ne duhem për Malësi. A duhem për Malësi? E tash vetë, pare nuk dua. A gjeni për Malësi, se ja i godit me ja pagua. Për Zotin, kërë dosh për Malësi, unë zohë korrice. Ty të rëzuti, se nuk e di pari, po kanë me kemë. Besa, me bombe ja përmenë, sa janë donator që i kanë në pa pari, kanë në punu ata, pasha Zotin në Afritin, sigurisht 6-7.000 evra që i kanë. Tonë që ka poshit një këtu, gati e Malësia, unë do me vridheni për sportit Malësis ku do që jemë. Ku do që jemë, s'ka dalim. Par Zotin e di që i ka bombe e këta që ka dalë me lypë që i ka, në kanë njeri, i Malësisë që i ka pa 40 evra, tjera ma shpirtit s'ka pa, gjysën i ka do, s'ka da me marë, shërperi, këta që më ka thonë, s'kem da me marë, ka thonë, unë, në po i qkujen e mirë, je këto do me ble mjell, je këto do me do për funeral. Që ka si shbolle, jo që me thënë një dy, për Zotin ka ndonë shumë, javris dhe popullit kresisht, këtu e në Amerikë nësë jem damë. Pse jetoni ka pak në damë, ne jemi malësorë, ne jemi shqiptarë, unë s'do me thonë, këtu edhe në Amerikë, me datash, po tonë ku jini, këtu e në Amerikë, e në Gjermani, ku do që jenë për botë, ja rrisnerin shumë, edhe se e kini pasë, menimi pasër, keni unë për me goditje, këtë që manë për nevoj, për zotë, nësëm thotë mina, sa në kënë gjonë për malëqie dheri sot. Kem kishna, kem gjamia, por kem 5, 6, 7, 8, je kësë s'kem veç këtë. Diaspora është gjithmonë me Malësinë, për çdo institucion, objekt, rrugë, objekte fetare, evenimente apo çfarëdo që Malësisi nevojitet. Duke dhënë kontributin e tyre, ata treguan edhe kësaj here dashurinë për vendlindjen dhe popullin e vet. Në emër të diasporës, për rëndësinë e këtij objekti dhe të dhënat për të hollat të cilat janë grumbulluar dhe investuar nga diaspora për këtë rast, u shpreh kryetari i shoqatës së Malësie e Madhe me veprim në New York, zotëri Eidho Berishaj. Jam i privilegjuar dhe me gëzuar shumë që gjendem sot në mesin e Malësisë, po me jepet rasti t'ju drejtohem si funksion i kryetarit të shoqatës Malësie e Madhe nga New Yorku, dhe në emër të kryesisë dhe të antarëve të saj, por në të njëjtën kohë jam i obliguar dhe i autorizuar të flas edhe në emër të shoqatës Malësia e Madhe e Detroitit, ku kryetari i kësaj shoqate gjendet në mesin ton, zotni Lek Leci Gjonaj.
Dua së pari të ju them se nuk është merita ma e madhe e imja as e lekës se e çdo antari tjetër të shoqatës. Suksesi i punës në grumbullimin e mjeteve për objektin, për studentat dhe për varfëri apo cili do aktivitet tjetër, merita i takon antarëve që ndajnë kohën, bëjnë punën dhe aktivitetet për të ardhur deri te ky sukses. Prandaj ju kisha ftuar me një prej këtij vendit, me një dorë trokitje të fortë të përshëndesim të gjithë të dy shoqatat të Detroitit dhe të New Yorkut, po ashtu edhe të gjithë donatorët malësorë shqiptarë. Faleminderit. Me lejoni që po ashtu t'ju përcjelli urimet më të përzemërta nga antarët e dy kryesive të shoqatave në emër të çdo donatori dhe në emër në numrit të madh malësorësh dhe malësoreve, bijave dhe bijve të kësaj malësie që edhe pse larg fizikisht nga vendlindja me mend dhe me zemër gjithmonë këtu në malësi. Do të më falni për momentin, nga se në këto qaste ndjej obligim moral që të përshëndes në veçanti përfaqësuesit e 4 maleve të malësisë të cilët ju i deleguat që ishin prezent në Detroit, në New York, gjatë aktivitetit të grumbullimit të mjeteve financiare, e këta janë zotëri Gjeto Kol Uci Camaj, një burr malësie, 84 vjeçar, i kam respekt madh për ta. Gjithashtu Pjetër Kola Sinishtaj, Gjek Gjoku Ulaj dhe Zef Toma Gjeloshaj. Dua të ju ceki rolin e tyre pozitiv, prezentimin e shkëlqyeshëm që gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, burëria e tyre dhe përfaqësues e 4 maleve të malësisë me meritën e tyre për detyrën e kryer e që ju vetë si këshill i drejtues u keni besuar këta me siguri kur të ndëgjoni të ardhën të parat që janë bashkua, keni me bas një bindje jashtëzakonisht të shkëlqyeshme se këta kanë prezantuar juve në mënyrën më të shkëlqyeshme që mund me prezantua kushi. Po ashtu dëshiroj të ceki se nga diaspora malësorët as kësaj here as në të ardhmen nuk do të caktojnë dhe nuk do të emrojnë ata që do të vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për aktivitete të këtilla apo të ndryshme. Këtë detyrë ju alam juve të këtu. Në vendin ku ju vjetoni dhe ku ju do t'i qoni ata përfaqësues çdo herë që është nevoja për ndonjë aktivitet në malësi. Këtë e ceka nga se ka pasur biseda të thasha dhe të thena të ndryshme atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e po i ndëgjojmë edhe këto ditë edhe këtu në malësi. Së dyti, dua t'ju përshëndes dhe t'ju përgëzoj çdo antarit të Këshillit për ndërtimin e këtij objektit e në veçanti nismarrësit të parë të kryesisë, zotëri Pjetër Kolçaj, i cili pas ka ditë të menaxhojë këtë vend dhe të shpenzojë mjetet e cilat janë dërguar dhe janë grumbullua këtu në malësi dhe në diasporë. Unë do të shtoja jo në emrin tim personal, por në emër të krejt antarëve të dy shoqatave, në emër të donatorëve e në veçanti në emër të dy kryesive të shoqatave malësore, se roli jonë nuk është për t'ju mësuar juve këtu në malësi se si do të veproni, se çka janë prioritetet dhe nevojat tuaja, por shprehim nga dëshmëri të plot të bashkëpunimit dhe bashkëveprimit dhe ndihmet financiare vetëm me një qëllim të mirë që malësia të jetë më e bukur, më e zhvilluame, e pse jo edhe unike, më e bashkuame pikërisht ashtu si është rasti sot. Këtë herë të gjithëve na bashkon nevoja dhe respekti për kujdesin për të dashurit tonë, ata që ndahen nga kjo jetë, pra të vdekurit, dhe nevoja të këtij objektit apo shtëpisë mortore të funeralit, duke shpresuar se shumë shpejt do të bashkohemi për të festuar në malësi për nevojat të gjallëve, do me thonë komunën e plot të malësisë me qendër Tuzit.
Këtë edhe ne së bashku me ju e kërkojmë dhe e presim tepër kohë të gjatë, jo që të na falin dikush, apo të na japin dikush tjetër, apo një gjë, por kjo na takon neve si populli autokton që jetojmë në trojet tona, në malsinë tonë, në vendin ku kem lind të partë, gjyshat tanë dhe atë të partë tanë kanë derdhën gjakun, e na sot nuk i kemi as të drejtat e barabarta sikurse çdo kombësi tjetër që ekziston në botë. Po ashtu, do të me lejoni që për këtë ditë, këtu në mesin tuaj t'ju përshëndes dhe t'ju juroj dhe t'ju falenderoj për punën që pas ki krye në letë them se kësaj dite Malësia s'ka nevoj të pranoj në ngushlimet në përfusha, në përmale, në përqjellin e hapur, në erën, shi, në borë, në diellin e korrikut apo të gushtit, prej kësaj dite keni të hapur objektin të cilin mund të kenë lakmi shumë kushi, edhe ne në Shtetet Bashkuara të Amerikës po ju premtojmë se kësi objekti nuk ekziston të ne atje. Dua të potencoj unitetin dhe vullnetin e fort tonin për ndërtimin e objektit, dhe se kështu ndodh dhe do të ndodhin gjithherë kur të jemi të gjithë së bashku, pa dallim paktësie fisnore, vllaznore, besimit apo politike. Dhe ky, kur ti vëm vetes prioritet nevojat e qytetarëve të Malësisë, po ashtu potencion faktin se ky është i vetmi objekt deri sot i cili projektua dhe u punua me ndihmën e gjithë malësorëve pa marrë pjesë shteti as kurkush tjetër veç djersët e puna e malësorëve, juve këtu e neve në diasporë. Kur them kështu, nuk kam ndërmend të harroj apo anashkaloj as mjetet e miqve tonë, dashamirëve dhe vllazërve nga Ulqini dhe Plava Gusia, që edhe ata sa kanë dëgjuar për këtë çast, janë kënë taft, na kanë lënë tolla, na kanë ndihmuar dhe na kanë përkrahur në çdo aktivitet. Para se t'ju kisha lënë të lënat për mjetet e grumbulluara në Detroit dhe në New York, kam obligim të ju përcjelli porosin e antarëve të kryesisë të dy kryesive të shoqatës Malësia e Madhe e Detroitit dhe shoqatës Malësia e Madhe e New Yorkut dhe gjithë donatorëve që prej kësaj dite të caktohet grupi i cili do të menaxhojë këtë objekt kaq grandios, kaq të bukur e shumë të nevojshëm për malësor. Besoj se ajo fjala e urtë e popullit që thohet është e lehtë të punohet, por është vështirë të përmbahet, të kujdeset. E ju me siguri do të gjeni njerëzit që do të udhëheqin, do të mbajnë këtë projekt ashtu si lypet me mbajt. Porosia e dytë e jona është që në të ardhmen, para se të sjellni vendime për ndërtimin eventual të objekteve të tjera, apo para fillimit të ndërtimit të konsultoheni me shoqatat tona të tuajat të Detroitit e New Yorkut, se vetëm së bashku me punën dhe veprimin arrim më shpejt dhe më mirë të punojmë dhe porosia e tretë është mos lejoni që ky objekt kaq i bukur mos të privatizohet as shtetit as ndonjë personit. Me të dhe të udhëheqin grupi menaxhues, por në të njëjtën kohë t'i shërbej çdo qytetari të Malësisë. Tani me lejoni t'ju jap edhe të lënat apo mjetet financiare apo parat pa të cilat s'mund të punojmë, por me besoni se as ato nuk mjaftojnë se kemi zemrën për me lënë dhe kujdestarin për të shpenzuar ashtu si që duket sot. Kësaj here, e para të gjithve, ideja tuaja vullnetare përbashkëta, projektet tuaja e mjeteve të përbashkëta, dëshira e flakt e zemërgjënsia e çdo malësorit, kështu që në Detroit u grumbulluan $165,000, në New York $109,000, apo gjithsej të Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë grumbullua $275,000. Qytetarët e Malësisë e gëzoshi e donatorëve Zoti va shpërbleft me të mirat e veta. Dua të përfundoj këtë fjalim rasti
kam dëshirë që edhe një herë t'ju them e t'ju përkujtoj se kjo shtëpi nuk është punuar dhe nuk është dedikuar një vllaznie, një besimi apo një ideje. Ky objekt është puna e është dedikuar për të gjithë dhe le të jetë dhe të mbes simbol i unitetit të bashkimit. Malësorët, simbol i tolerancës, i bashkëjetesës në malësi. Në anën tjetër, ky objekt le të jetë dëshmi e fortë se diaspora malësore në bashkëpunim me ju këtu mund dhe ka kapacitet për investime të shumta në komunën e Malësisë, por jo në komunën urbane. Lëse ky objekt le të jetë shembull për të gjithë ata të cilët nuk din ende ose nuk kanë dëgjuar dhe mendojnë se malësorët nuk mund të punojnë një objekt të tillë, le të jetë një shembull i mrekullueshëm për gjithë neve. Vllazër me motra, në fund ju duhet ju përshëndes të gjithë. Ju falenderoj për vëmendje, rënoshi, rënoft populli shqiptar, rënoft Malësia, Zoti ju bekoft gjithëve. Kontributi madh u dha dhe nga malësorët vendës, si biznismen, si ata të cilët kanë të ardhura më të vogla. Gjithashtu veç as të hodhave u përkushtua kohë dhe vëmendje, disa me punë fizike, ku si udhëheqës i punës së këtij objekti, Pero Kolçaj flet për menaxhimin dhe arritjen që bën të gjithë së bashku, por edhe për vazhdimin e këtij akcioni pasi që mbetet ende pa përfunduar oborri i kësaj shtëpie mortore. Për të parit dua me falenderua dy shoqatat e New Yorku të Detroitit me kryetarët Lek Lecin Gjonaj e me Elin Berishaj. Thilët jo se u kallëzuan e sot këtu për këtë funeral që i Malësia ka prit tash 40 vjet, se ke muj me punua tash 40 vjet, po dikush nuk di kush na ki palan. Na pe lypi mat njeri tash 40 vjet e s'pegjajnë. Por tash pa që bardh kjoshi se pa Amerikë s'kim këtë zot me punua. Na dimuat, edhe na psuat, gjysh se ja kem nis, me fjalë të mira, thalte për para mos e naloni punën, se paret kanë me kënë. Edhe ashtu duel, si shta ejli $270,000 janë ardhë për Amerikë. Po duam me tha si tash 15 vjetë, ta formuan e organizata diaspora, nuk formuan organizata me dimua vetit atje, por formuan e me dimua Malësis, për drejtat Malësis e për vllazën e motra. Punuat objekte, punuat kisha, punuat rruga, punuat shtëpia fukarave, punuat përmendore, edhe kjo e fundit që je dëshua me mas fortit. Pe i zemre seme, edhe unë thot prej krejt Malësive që i këtej, faleminderit fort pe jush. Tash po flas 2-3 fjale edhe këtena për Malësin këtu ku jem na. Si shdini edhe ju vetë para vjetet, je këtu a ka i ploq. Kin pashkua do fjallë të mira në shtetë edhe kin parë deshne me grubullua, deshne me rapshua, se im këdo plane tjera, nuk ne kin pat vetë ne malësorve që i pojem këtu sot, po kin pat vetë dikon tjetër. Si shdini edhe ju vetë Buksa Lekaj, Dreshaj, Nar Helmi e Sukru që u blellën e bashkë edhe kin fillua këtë funeral për këto 4 katunde, edhe kin blellë besat pare rreth 30.000 euro edhe kin vunë ploqën. Erdhi fjala që ajo dita cila do më grubullua. Buksan Lekajt quhen e fjalë Malësis, ndim, jo ndim për luft, por ndim e kem pa fillua i funeral, e pa fillua për 4 katunde, por tash do me valla Malësis, edhe ky funeral ka me kaj krejt Malësis. U blel me krejt Malësia, edhe vendosme që je këtu një kjoft nevoja edhe me gjak kem me prua, edhe s'kem me lanë njeri gjallë me na prek. Na disa s'po i marrë me emën, se tonë që ka ini ju e këtu një kënë dashamirët e kësa i punë. Shkuame të kryetari i shtetit, edhe ja tham do fjalë, me të vërtet Malësin, kini nisë me qitë pas doret. Malësin për në nëshmonin shdo punë, edhe ja kuvent me sirrin qestja. Kini ba i fluturim shqyponjes,
po të dini mirë, je këto fjalë, vajta kom tha, se je këta s'ka me guxoj mamu u përdor je këtu. S'ka me guxoj mamu u përdor në malsi, edhe ja kalzova si në qesja. A dit në tha, lirisht, punon jeni e gëzoshi, se s'ka me ke, njeri me kësa i tokë që ka mu arë ma, ka mu pengua ma në punë. Si që shini vetë, se mu e zeka që pesh kem dalë në televizije, në ka bojinin, ja kem pa pruma, që në ka tha tash e lekso heret, e le ma nuk dua mu pa me synë Sandra, se janë që ja kem prumë gushtë. Ele, thame para disa mujve, 6-7 mujve, dhe në verë du me krye, besa më bon zeka pero, nuk ka me ken sakta, se nuk o shpi kjo punë. Ashtu që kem punua me do vlazën tanë, pe i Kosovet, ele ka 500 punëtor janë kënë ditë, po u tho që zeka i makut ka adje o erje këtu, me qilë sa ndorë e me këqyrë ku po lehet doj halat a doj mjetë. Si shtela i vjetë, i gosht nuk në ka me gua pe je këtujt. E punuame, si që peshini vetë, qka objekti mren o përfundua kretë. Kem tash jashten e kem pregadit për asfalt si që peshini, kem e le disa lulishta, kem ljate, kem me regulua, kem i furgon që na lypet, janë e le pak pare që na lypet. Nuk di a kem ma ftyr me këthy, a goj me lyp ma pare për gëzjan, a mi u drejtua diasport, por të dini mirë se le këtu kem malsor, e firmat fuqyeshme, që i kanë qilë gjepin edhe këtu mes nesh i kem edhe ljubin stanaj, cili i pari prap për 2 herë, edhe shpia stanet, qilën e ta kulinat me 15.000 dolarë. Jo veç të sot, por shumë objekte që janë punuan malsi, stanajt janë këtë partë. Kjenë parë se le tjetër kush ka pare, po në panë zembrën, e ishala e pachin gjithë e u dimovë zoti si dashin vetë. Tash dua me rritë nerën edhe i grupit se i përmet ju, si t'i kem paqua në Amerikë. Po si i qua me se Gjeto Koluci, tha 84 vjeqë, vite e pat e blelje me ne, edhe na pësote si me punua, po vem kush do më grupin me i qua, po ata nuk o kolaj i muaj dit me shkua në Amerikë, me lja familjet, hargjimet me pagua rrugat me $1,000. Mua gjeti po më thot dua me shkua nesër të doktori, një më thavë doktori se mudi me marë rrugë Gjeto Kola, me këta 3 shok do në me marë rrugë për Amerikë. Si shdini ju vetë e thatë, Gjeto Kola nisi bledhen në Detroit, ku e pajti bledhen në maj pari, zuari ta kulinën e la, janë ashtu si që napin burat dhe i. Kjo fnera e ti këtu e atje, se e ka kalzua vetin, edhe krejt fisi samet e bajraku i hotit. Edhe i herë, duha më falemderua krejt malsis, ku këso rruget e lekojen, por na kanë tha koja e kuqit. Ta shemrapa jem koja e malsis, se jem banë komun malsis. Nuk po koqef. Nuk i rasti këtu me fol, por dëshirat tona janë se Belja Ishala dhe i sot i vjetë, kem me folën komun të malsis, edhe ka ty kem me tha se jem taman, edhe kem me ke taman koja, ka me ke me malsis. Mundi me urrit nerën krejt malsis pe i maj po pratit e dej buzdi qenit, jam kenat grup pe 7-8 vetë, që me let dita shpi për shpi kem shkua. Kite familje pe i trieshit a pe i kojet, se na jem jatje naltele, do me prenua se e matë fukarajit. Del të zoja shpi se thote i kemi atje i 100 evra për shënkoll, për fëllik, po i daj mi bote burrit për gjyse i nepshin. Sa është a i kontribut e atyne 50 evrat? Ata s'ki me dana me harrua, a s'ki me da me keq përdorua. Dua më urrit nerën në grupin Malicit Qun Mulaj, i cili gjithë në akcion o keme ne e në ka përkra. Po foli edhe për feneral, se po stihen gjithë fe kuveset, ky fenerala i malsis,
I krejt malësis, njaj që i thot se jam malësor, e jam malësi. Njaj që prenon malësin, pa rëndësi, kush është e shka është, je këtë general ka me ka qilun. Tash, si shtatele ju vetë, peshini bella me i muaj, na pe e kryem krejt, na lypen do të hola, na e kem njës aksionin për dit, po grubullohen. Duli, thot atje që e i grubulli ma të ba. Po tash po dua pak se diaspora foli, dua me luftu edhe vetin, se kanë pa tha mos me luftu a vetin, nuk ka pun aty. Kam bon pledhjen me biznismena tash, kështu i thonë, su moderno, na kem pa tha do trektar, dikur pa ta si kanë paj burrat mirë. Por ne na duel në të mirë para disa kovet, rreth 100.000 evre kanë donua këtu. Blok, dyer, pigjere, punime, si që po shini vetë, çdo mjeshtër që jo kepe i malësiet, ka dhe ka tha, lemani për mua, falje punoj. Ashtu që do me përmet, se i ko përmet gjithë, disa herën bojnë, por gjithë malësorët, biznismena që në kënë malësis, kanë afruar rreth 100.000 evre. Pare, si pare, rreth 110.000 evre dhe i tash janë delën malësi, ku akcioni është hala janë të me grubullua. Tash në redi e le vetë me shku, e le i muaj ditë, e le pa gjboth edhe më kasa zeka, tash e ke krye punë, e le tash hajtë në shpi, se duhem me i vun tjetë kryetar e që kanë me ullhec me kësë general. Ashtu që kem pajnati blelje, nuk e kem qua dhe në fund, por tash malësia, 4 bajraqet kanë me u blel, kanë me izgjell kryesin, e le gjysh sot ka me kënë funksion për objekt, ashtu që kem me u lajmëra zhjillet. Nga Këshilli Organizativ dhe udhëheqësit e 4 malive të Malësisë, të cilët bashkuan të hodhat, këtu dhe deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjeto Kola Camaj, Pjetër Kola Sinishtaj, Gjek Gjo Kulaj dhe Sef Toma Qeloshaj, do të zgjidhin përfaqësuesit dhe ata të cilët do të merren me përkujdesjen e këtij funerali dhe menaxhimin e tij. Malësia sot gëzon një objekt për kryerjen e shërbimeve motore në kushte të mira, falë përkushtimit të gjithëve që treguan se malësorët dinë dhe jenë së bashku.